Njerëzit që flenë më pak se 6 orë në ditë mund të preken nga kjo sëmundje. Problemet e shumta mund të shfaqen te njerëzit që nuk flenë gjumë rregullisht, citojnë ekspertët. Nga mungesa e përqendrimit te humbja e oreksit dhe fenomene të tjera, gjumi i çrregullt nuk i bën mirë organizmit. Ekspertët zbuluan gjithashtu se njerëzit që flenë më pak se 6 orë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë diabetin e tipi 2. Një studim i kryer në Universitetin e Bristolit që përfshiu pothuajse 400.000 pjesëmarrës, të cilët ju përgjigjen pyetjeve që kishin të bënin me gjumin e tyre, por edhe të cilëve u matën niveli i sheqerit në gjak. Ata janë pyetur nëse kanë probleme me gjumin dhe nëse zgjohen gjatë natës, si dhe sa orë flenë çdo natë. Ullundimet kanë treguar se ata që luftojnë të bien në gjumë kishin nivele më të larta të sheqerit në gjak se ata që kishin gjumë të rregullt. Ata zbuluan se 28% e njerëzve të anketuar kishin pagjumësi. Studimi tregoi se trajtimi i pagjumësisë mund të shkaktojë një rënje të niveleve të sheqerit në gjak, dhe nëse vuani nga pagjumësia, adresojeni problemin tuaj tek mjeku.